Jo vetëm për faktin që kemi një kryetar që tashmë e ka bërë të ditur që... Po, vetëm pak, sepse gjatë ditëve të fundit, fakt që nga i debati që plasi në parlament, me atë deklaratën e deputetit Geci për që uronte që të burgosej të kishte një dënim përjetshëm, në rrjetet sociale ka shpërthyer një foto e zotit Thaçi me imazhe të ndryshme, por me mbishkrimin e njëjtë, po vjen. Pra që tregon edhe një herë se sa besim, sa shpres kanë investuar, apo sa pritshmëri kanë tek rikthimi i zotit Thaçi. Absolutisht që po, dhe këto nuk besoj që kanë vetëm le të themi antarët apo simpatizantët e PDK-s. Esmeralda, në parim po e marrë të drejtën të themi që e kemi edhe unë e ti që nuk jemi as pjesë as njërës parti. Sepse ta kemi parasysh një herë mirë, Esmeralda, arsyeja pse po gjykohet zoti Thaçi dhe të tjerët, atje nuk ka as një lidhje, as me politikën ditore në Kosovë, as me ato çfarë ka ndodhur pas vitit 2000 tutje në Kosovë, as me eventualisht përfshirjen e këtyre njerëzve që duke filluar që nga zoti Thaçi deri te zoti Selimi, as në afera korruptive, as në çfarë do qofshin ato. Pra, gjykimi i këtyre njerëzve atje po bëhet për diçka tjetër. Dhe besoj nuk kam nevojë as ta them pse. Gjithë e dim tashmë. Dhe normalisht që rikthimi i tyre në Kosovë, si të pafajshëm, do të ishte lajmi më i mirë që Kosova mund ta marrë që nga shpallja e pavarësisë. Sepse kjo në farë forme do ta fuqizonte edhe vetë shpalljen e pavarësisë Kosovës. Edhe vetë ndihmën që Kosova ka marrë nga shtetet mike për të ardhur deri aty që ta shpall pavarësinë e saj. Kështu që normalisht që ka investim të vazhdueshëm në këtë drejtim. Pra po them jo vetëm nga simpatizantët e PDK-s, por ka gjithë qytetarët e Kosovës, besoj unë, edhe shpresoj të jetë kështu, që zoti Thaçi dhe të tjerët kthehen të pafajshëm, sepse kjo fillimisht do ta bënte që Kosova të jetë e pafajshme, që lufta për PDK-s të jetë e pafajshme.